إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد Falënderimet dhe lavdratat I takojnë Allahu Gjelle Gjelaluhu, salatat salamet qofshin mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë muslimanët që pasojnë udhëzimin e tyre deri ditën e gjykimit. Allahumma amin. Javën e kaluar folëm për obligueshmërinë e mbajtjes së lidhjeve farefisnore dhe përmendëm se kush janë personat të cilët është obligim të mbajnë lidhjet me ta dhe kush janë personat të cilët është e pëlqyeshme që të mbajmë lidhjet me ta, dhe përmendëm që të afërmit e njeriut ndahen në 3 kategori. Kategoria e parë janë miqasia. Tek miqasia është për qëllim gruaja e babës, gruaja e djalit, nana e gruas dhe fëmiu I bashortes I cili është rrit nën kujdesin tanë. Përmendëm se këto 4 kategori është e pëlqyeshme me I mbajt lidhjet farefisnore me ta, mirë po nuk është obligative. Kategoria e dytë janë farefisi prej gjithanjes. Farefisi prej gjithanjes, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është ndaluar prej gjithanjes ajo që është ndaluar prej prejardhjes familjare. Pra gjithçka që ki haram, kanë e ki haram mu martue prej prejardhjes familjare, e ki haram mu martue prej prejardhjes së gjithanjes. Mirë po, nuk është obligative mbajtja e lidhjes farefisnore, mirë po është shumë e pëlqyeshme, posaçërisht në qoftë se është në pyetje nana edhe baba prej gjithanjes. Dhe përmendëm se kategoria e tretë janë të afërmit farefisi prej prejardhjes familjare. Dhe përmendëm që mendimi më I saktë është që obligohet më mbajt lidhja farefisnore me ata të cilët e ke haram mu martu, prej grave edhe prej burrave, me kanë e ki haram më martu prej tyre, edhe me ata e ki obligim me mbajt lidhjet farefisnore. Sot do të flasim disa fjalë rreth lidhjes farefisnore dhe vlerës së mbajtjes së lidhjes farefisnore. Kaptina e radhës thot kaptin rreth lidhjes farefisnore. Nga Ebu Ejub el-Ansariu radhiyallahu anhu se një prej nomadëve ju paraqit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam përderisa ai ishte në udhë dhe I tha: "Akhbirni bima yuqarribuni min al-jannah wa yubaiduni min an-nar." I tha ky nomadi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ma informo mua çka më shtin xhennet, çka më afron mu drejt xhennetit dhe çka më largon prej zjarmit. I tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Ta'budullaha wa la tushriku bihi shay'a wa tuqimu as-salah wa tu'ti az-zakah wa tasilu ar-rahim." Tha të adhurosh Allahun dhe mos I bësh ortak Allahut diçka. Ta falish namazin, ta japësh zakatin dhe të mbajsh lidhjet farefisnore. Të parën këshill që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e këshilloi këtë nomadin
ishte bazamenti. Dhe ky ishte misioni çdo pejgamberi. Dhe prej këtu fillun krejt pejgambert. Dhe ishin të vazhdueshëm deri në përfundimin e misionit të tyre, pra deri në vdekjen e tyre. Fillim dhe mbarim të misionit, fokusin kryesor e kishin te thirrja në adhurimin e Allahut dhe praktikën e asaj që adhurohet pas Allahut subhanahu wa taala. Është shumë e rëndësishme për besimtarin që të pyet, që të interesohet ta jetën e tij për veprat që e afrojnë drejt xhenetit, me shpresë që t'i vepron, dhe për veprat që e largojnë prej zjarmit, me shpresë që t'i vepron. Pra është rrugës për besimtarin që t'jetë shumë i kujdesshëm për fenë e tij. Apo me thonë ndryshe, t'jetë i kujdesshëm për shtëpinë e përjetësisë, t'jetë i kujdesshëm për ahiretin e tij, më shumë se sa është i kujdesshëm për këtë botë. Adhurimi do të thonë çdo send që Allahu e don dhe është i kënaqur me ta, prej fjalëve apo veprave të jashtme apo të brendshme, quhet adhurim. Për çdo fjalë, çdo vepër të cilën e don Allahu, me të cilën është i kënaqur Allahu, qoftë ajo fjalë apo vepër e gjymtyrve, qoftë ajo vepër e zemrës apo fjalë e zemrës, kjo quhet adhurim, ibadet. Këtë lloj të adhurimit duhet ta bëjmë vetëm për Allahun. Dhe në këtë lloj adhurime nuk duhet t'i shoqërojmë dikant tjetër Allahut subhanahu wa taala. Pastaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ta falësh namazin, ta japësh zakatin dhe ti mbajsh lidhjet farefisnore. Tauhidi ta afron xhennet, të largon prej zjarmit. Namazi ta afron xhennet, të largon prej zjarmit. Zakati të afron xhennet, të largon prej zjarmit. Dhe një prej veprave tjera që është shumë e rëndësishme, e cila të afron shumë xhennet dhe të largon shumë larg zjarmit të xhenemit, është mbajtja e lidhjeve farefisnore. Dhe ka marrë kaptin më pastaj, cilat janë pasojat e atij i cili nuk i mban lidhjet farefisnore. A di cilat janë? Vesh me përmendje. Ai që i shkoput lidhjet farefisnore nuk hyn xhenet, ka thonë pejgamberi. S'hyn xhenet. A di sa e madhe është kjo? Nuk hyn xhenet. Pra është prej mëkateve të mëdha, është prej rreziqeve të mëdha. Shkëputja e lidhjeve farefisnore, edhe pse për në kohën tonë, kjo mesele më është bë pothuajse e panjohur, sikur se ekziston familja. Sikur në jetën tonë nuk ekzistojnë përpos 2, mas shumë të 5 persona, dhe ta jetën e harxojmë me këto 5 persona. Gruaja, edhe dikant prej shoqërisë, me cilët pi kafe për ditëshmëri, edhe sigur persona tjerë më nuk ekzistojnë. Kurse obligëshmëria për t'i mbajtë këtë lidhje dhe rreziku i shkëputjes së këtyre lidhjeve është shumë e madhe. Thotë Imam Kurtubiu, ar-rahimu allati tusalu amatan wa khassa. Thotë farefisi që duhesh me mbajt lidhjen në përgjithësi edhe në veçanti. Thot, fal ammatu rahimu d-dini wa tajibu muwasalatuha bit-tawadudi wat-tanasuhi wal-adli wal-insafi. Farefisi këtu e ka pru nga feja. Nga feja, pra mirësia edhe sjellja e mirë edhe raporti i mirë me muslimanët. Edhe farefisi i veçantë është farefisi i familjes tande, me cilët ti e ke obligim ta mbash lidhjen duke e shtu
investimin për ta, të afërmit që i ke, duke u kujdes për gjendjen e tyre, duke u bën neglizhent karshi lëshimeve të tyre ndaj teje. Pra mos më këshyr senet me lup, problemin më të vogël me diskutua. Më u bë kishë s'poshe, me u bë kishë s'ponin, për shkak se na ndodhin shpesh me ndëgju shumë gjana, e me u bë kishë s'ponin, e me u bë kishë nuk poshe. والمعنى الجامع إيصال ما أمكن من الخير ودفع ما أمكن من الشر بحسب الطاقة. Dhe ka orë sfigim nga Imam Kurtubiu, nga Ibn Abi Jamra, تكون صلة الرحم بالمال وبالعون على الحاجة وبدفع الضرر وبطلاقة الوجه وبالدعاء. Thot, mbajtja e lidhjes farefisnore mbahet nëpërmjet pasurisë, pra duke ju ndihmu. Duke ju ndihmu për ndonjë punë që ata e kanë, duke e larguar ndonjë fatkeqësi me të cilën ata janë godit, duke ju buzëqesh atyre në fytyrë dhe duke bërë dua për ta. Dhe kuptimi i përgjithshëm është sa të kesh mundësi me u bë mirë, dhe sa të kesh mundësi me largu të këqijat prej tyre, me i largu dhe kjo në varet prej mundësive që ti i ke. Thot Imam Nawawiu, tuhsin ila aqaribika dhawi rahimik bima tayassara ala hasabi halika wa halihim min infaqin wa salamin au ziyaratin au ghayri dhalik. Ju ban mirë të afërmëve tu prej farefisit, atë sa ti ke mundësi, varësisht gjendjes tënde dhe gjendjes së tyre, duke shpenzu pasuri për ta, duke ju dhënë selam, duke i vizitu ata dhe vepra tjera që mundemi në mi ba. Thot Ibnu Abi Jamra për një pyetje që u paraqit javën e kaluar, kjo është përgjigja: fa in kanu kuffaran au fujjaran fa muqata'atuhum fillahi hiya silatuhum bi sharti badhli al-juhdi fi wa'dhihim thumma ilamihim idha asarru anna dhalika bisababi takhallufihim 'an al-haqqi wa la yasqutu ma'a dhalika silatuhum bid-du'a lahum bi dhahri al-ghaybi an ya'udu ila at-tariq al-muthla. Përmend kët Imam Gjilani, pashtu edhe Imam Kurtubiu, thot në qoftë se ata të farefisit janë jo besimtar, qafira, apo janë fujjar, mëkate të prisht, thot ndërprejtja e lidhjes me ta për hir të Allahut është mbajtja e lidhjes. Kuptimin e fjalës, shpërblehesh në qoftë se i kaput lidhet për hir të Allahut dhe në qoftë se ata, thot, me kusht, duke e dhënë mundin, duke i këshillu ata për hir të Allahut subhanahu wa taala, në qoftë se ata janë këmbgulës me ju tregu atyre se pse e ke shkëput lidhjen farefisnore. Apo shpesh parashohet pyetja, për shembull, du me shku me vizitu migjën, ose hallën, ose dajën, ose tezën, ose ku të di kanë që e kena obligim familje, mirë po ata nuk në respektojnë neve. Dhe ndoshta qëllimisht ndonjëherë na provokojnë. Del nusja e djalit hallës me të folë për dore, apo del vajza e hallës me të folë për dore me të provokuar, se vajza e mingjës e kështu me radhë. Në qoftë se janë këmbgulës, duhet më u tregu se pse s'janë duke ju vizituar, se pse janë duke e shkëput lidhjen me juve, për shkak asaj që jeni largu parimeve të fejës së Allahut subhanahu wa taala. Mirë po, duhet me bëu vazhdueshmëri dua për ta, msheftasi, edhe më mundu sa kena mundësi që ata të kthehen Allahut subhanahu wa taala. Hadithi tjetër nga Abi Huraira radhiyallahu anhu, se i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: خلق الله عز وجل الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فقال مه قالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة
Qala ala tardayna an asila man wasalaka wa aqta'a man qata'ak. قالت بلى يا رب قال فذلك لك. ثم قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. Shikoni këtë hadith madhështor nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se thot: kur Allahu I krijoi krijesat dhe I kryti krijimin e krijesave, faragha minhu qama ar-rahim, u ngrit farefisnia, fisi, lidhja farefisnore. Kanë thënë dietarët, kjo është në kuptimin e realt, se Allahu mundet me I bë farefisnis trup edhe me fol. Qysh Allahu vdekjen ka me prua në formë të dashit, apo ditën e gjykimit. Edhe ka me thirr vdekjen, s'ka më vdekje, s'ekziston më vdekje. Ata që janë xhehenem përgjithmonë, ata që janë xhennet përgjithmonë. S'ekzist. Allahu ka me thirr vdekjen, ka marrë në formë të dashit. Është ngrit farefisnia. Allahu ka thonë meh kufi wasjuri, ndalo. Ka thonë farefisnia, hadha maqamul a'idhi bika min al-qati'a. Kjo është vendi I atij që kërkon mbrojtjen tënde nga ndërpretja e lidhjeve farefisnore. Ka ardhur transmetim tjetër, është kap. Te Imam Buhariu po ashtu, është kap farefisnia bi izarillah, pjesa ku vendoset kaishi. Izar quhet petka që vendoset prej në mes e të poshtë. Ka ardhur transmetim që është kap për këtë vend te Allahu subhanahu wa taala, dhe kjo është tematika e emrave dhe cilësive të Allahut subhanahu wa taala që nuk hyn ana me filozofue, po I dorëzohemi çish kanë ardhur tekste sheriatike, dhe Allahu ka thonë ndalo. Ka thonë farefisnia, ky është vendi I atij që kërkon mbrojtjen tënde nga ndërprerja e lidhjeve farefisnore. E shikoni tash përgjigjen e Allahu xhele xhelalu që më kuptu se çka do të thonë mbajtja e lidhjes farefisnore, çka do të thonë me shku me vizitu dajën, tezën, mixhën, hallën, gjyshin, gjyshen, babën, nanën, nuk jeton bashkë me ta, motrën, vllaun, fëmijët, djalin, vajzën, edhe ato që I përmendet që është obligative, çka do të thonë? Qala atardina an asila man wasalaka wa aqta'a man qata'ak. A je e kënaqur? Allahu I ka fol farefisnis dhe I ka thonë, a je I kënaqur që unë ta mbaj lidhjen me atë që e mba lidhjen tënde, dhe unë ta shkëputi lidhjen me atë që e shkëput lidhjen tënde. Dhe kuptimi I hadithit, a je I kënaqur që unë ta mbaj lidhjen me atë personin I cili I mba lidhjet farefisnore, dhe ta shkëputi lidhjen me personin I cili I shkëput lidhjet farefisnore. A dini sa e madhe është kjo? Apo e kuptoj ose kuptoj? Allahu I ka fol farefisnis. Dhe I ka thonë, a je I kënaqur që unë ta mbaj lidhjen me personin I cili I mba lidhjet farefisnore, dhe ta shkëputi lidhjen me personin I cili I shkëput lidhjet farefisnore. Në qoftë se Allahu I ka shkëput lidhjet me njërin prej neve, u shkryj puna jo. Allahu na ruajt. Kryet kjo mavet. Ka thonë farefisnia, bela ja Rab, po o Zot. Allahu ka thonë, tamam, këta ta kumë dhonë tyje. Kështu ka me mejtë puna. Thot Ibn Hurajra, Abu Hurajra radhiyallahu anhu, po të doni lexoni fjalën e Allahut, nëse ju, pra munafikave, ja ktheni shpinën e besimit, atëherë do të bëni ngatresa në tokë dhe do të shkatroni lidhjet farefisnore. Do të shkatroni lidhjet farefisnore. Thot Ibn Kathiri, fa hal asaytum an tawallaytum.
E atëherë kur do të largoheni prej çkajt, ka thonë prej xhihadit, an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Dhe si pasojë të kësaj, pastaj kemi bu fesad në tokë, edhe kemi prish lidhjet farefisnore. Ej ta'udu ila ma kuntum fihi min al-jahiliyyati al-jahla tasfikuna ad-dima wa tuqatti'una al-arham. Dhe si pasojë e kësaj, ju do t'i ktheheni gjendjes në të cilat ishin në periudhën e xahilietit të errët, ku e keni derdh gjakun dhe i keni prish lidhjet dhe i keni prish lidhjet farefisnore. Hadithi tjetër me radh nga Ibn Abbasi radhiyallahu anhu, ku thot te fjala Allahut wa ati dhal qurba haqqahu wal miskina wa bana sabil, dhe jepja atë çka i takon prej hakut dhe al qurba, të afërmve tu, pastaj nevojtarëve edhe të dobëve, edhe udhëtarëve. Thot Ibn Abbasi, فبدأ فأمره بأوجب الحقوق دله بأفضل الأعمال إذا كان عنده شيء. Thot Allahu Gjelle Gjelaluhu e ka urdhëruar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që ta realizon të drejtën më përparësore, pra me dhon familjarëve, të afërmve njëherë, që ke pasuri, njëherë duhesh me shpenzu prej pasurisë tënde atë çka ke obligative. Për me e këshyr bashortën, fëmijët, prindërit që janë me tyje dhe janë nevojtar, edhe kështu me radhë. Thot, dhe pastaj Allahu Gjelle Gjelaluhu e ka drejtue për veprat më të mira nëse i mbet diçka. Pra njerë shpenzo pasurin për atë që ke obligative, pastaj nëse të jetë diçka, atëherë shpenzoje pasurin për personat të cilët janë nevojtar, ose për udhëtarët në rrugën. Wa allamahu idha lam yakun indahu shay'un kayfa yaqul. Fa dha Allahu Gjelle Gjelaluhu mësoi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se çka të thot nëse s'ka çka më dhon. Nëse s'ka çka më dhon, çka më thon? Thot me u fol fjalë të buta. Fjalë të buta çka janë? Ka thon idatun hasana. Me ju premtim të mirë. Pra që se s'kemi i dhanë, me i thonë, o vlla, si të mbim parët, ose i motët, si të mbim parët, ose kush është nevojtar, dhe të kërkon, dhe ti s'ki që kam i thonë, që ka me vepru? Thot, Allahu e mësoj pejgamberin sallallahu alaihi wasallam çish me veprua. Thot, me mujt me ju premtue premtim të mirë. Që në momentin që do të ipët mundësia, ti keme ju ndihmua atyre. كأنه قد كان ولعله أن يكون إن شاء الله. Thot, çfarë premtimi të mirë, as i premtimi sikur u ka sos puna, u ka sos rirat. Si të bëjë mundësia, kjo punë sos është. Thot, la taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika. Thot, mos e ngrit dorën tënde në qafën tënde. Do të thonë, mos u bën koprac. Mos me dhon atë çka e ke për pasurisë. Wala tabsudha kull al-basti fataq'ud maluman mahsura. Thot, dhe dorën tënde mos e shtri komplet. Që Allah njerë thot, mos e ngrit dorën, mos u bën koprac, pastaj thot mos e shtri komplet. Që të akuzohesh, të qortohesh prej atyre që kanë marrë me të lyp më vonë. A kemi qartë? Këtu Allah Gjelle Gjelaluhu e mëson pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se çysh ta menaxhon çështën e pasurisë së tina në raport me të tjerë. Vjen dikush dhe të lyp pasuri, dhe ti i ki për shembull po them, i ki 10.000 euro, dhe ti njihesh si person që ki pasuri. Ti nuk je person që s'ki, dihet që ki, filoni ka parë. Vjen një person dhe ti jap krejt parën. Ka marrë ai tjetri, ti s'kish kam i dhënë, kam të çortuar. Kam thon pa, kërë 50.000 euro ozit mos ka 50 euro më dhënë. Ama nuk e di që në mesë kimi adhon 50 euro. Së ki mundësin. Ose 1.000 euro ka me të lyp, thot pa, 50.000 euro kërë ka, 1.000 euro s'ka të mja për mua. Se di që ti ja ki dhon do 70.000 euro dikujna.
ose 20 euro dikujna. E Allahu xhallahu thot mos u ban koprac, po edhe kur t'jepsh, menaxhoje pak. Banë sa edhe ai tjetri kur të vjen me lyp, me pas me i dhon diçka. Me pas me i dhon diçka. Ky hadith nga Ibn Abbas është i dobët, për kuptimi është i saktë dhe jo rastisht e ka përmendur Imam Buhariu në këtë libër. Kapitena tjetër thot babu fadlu silati rahim. Vlerat e mbajtjes së lidhjeve farefisnore. Çfarë vlere ka me mbajt lidhjet farefisnore? Dhe kjo është shumë e rëndësishme subhanallahu. Nga Abu Huraira radhiyallahu anhu thot: "Ata rajulun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqal." Erdhi një person te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i tha: "O i dërguari i Allahut, un i kam disa të afërm farefis. Asiluhum wa yaqta'un." Un i mbaj lidhjet me ta, ata i shkëputen. "Wa uhsinu ilayhim wa yusi'un." Un ju bëj mirë, ata më kthejnë me të keq. "Wa yajhaluna alayya wa ahlumu anhum." Ata sillen me ignorancë ndaj meje, unë sillem me durim dhe butësi. Qal, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "La in kana kama taqul, ka'annama tusiffuhum al-mal, wa la yazalu ma'aka min Allahi dhahirun alayhim ma dumta ala dhalik." Thot, nëse është çish po thu, thot kjo fotografi është si kur mi u fug atyre hinjë të nxehtë. Si kur mi u fug atyre hinjë të nxehtë. Dhe vazhdon me qenë një ndihmues nga ana e Allahut për ty kundër tyre, përderisa ti je në këtë gjendje. Përderisa ti je në këtë gjendje. Fillimisht, fotografia e para hadithit që është transmetuar tregon rëndësinë e madhe të mbajtjes së lidhjes farefisnore edhe në kësi situata. Edhe në kësi situata. Dhe kjo tregon se sahabët e pejgamberit s.a.s. janë mundu me arrit më të mirën. Se në qoftë se ata të bëjnë keq, të bëjnë zullum, bëjnë padrejtësi, sillen me ignorancë, nënçmojnë, nuk lënë hapësirë për dinën e Allahut, edhe shumë e radhë, mundesh me i shkëput. I shkëput që përmendëm më herët. I shkëput. Po me i lidh, është më mirë. Ama për ti lidh, dhëtë me bo sabër. Dikush thot, unë e kam me bo sabër. I mba lidhë farefisnore, dhe pastaj në përmet saj bjemi një gabim ala më të madh. Në qoftë se individit që nuk i e sabërli, në qoftë se individit që bjem provokime, jeto që të bëjë. Mos e sfido vetën tënde. Edhe pse më e mira është mu përzime ta dhe me i thirrë rrugën e Allah subhanahu wa taala, me nushu Allah dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thotë Imam Nawawiu, wa ma'nahu ka'annama tut'imuhum ar-ramad al-har. Thotë, dhe kuptimi i kësaj është me këtë vepër që ti e bën, me këtë gjendje të cilën ti je, sikur je duke i dhënë atyre zallë të nxehtë me hangër. I të i mundue. Ama kjo është sabri në rrugën e Allahut, që ata t'i kthejnë Allahut subhanahu wa ta'ala. Është thonë, ma'nahu annaka bil ihsani ilayhim tukhzihim wa tuhaqqiruhum fi anfusihim li kathrati ihsanika wa qabihi fi'lihim. Se ti me këtë vepër që e bën ndaj tyre në kësi gjendje, i poshtron, i nënçmon ata në vetët e tyre. Ata e hajnë vetën. Ata e hajnë vetën. Thot, për shkak mirësive të shumta që ti ja bën dhe për shkak të këqijave që ata ti bëjnë tyre. Ata e hajnë vetën. Wala yazalu ma'aka min Allahi dhahirun alayhim ma dumta ala dhalika. Vazhdon të jetë një ndihmës nga ana e Allahut me ty kundër tyre, derisa ti je në këtë gjendje al-dhahir al-mu'in. Wa fi hadha al-hadith as-su'alu al-alimi an taqwimi sulukihi ma'a al-aqarib. Në këtë hadith, prej mësimeve që i kanë dhënë dietarët thonë se duhet pyeten njerëz e dijes
për përmirësimin e raporteve familjare, në qoftë se raportet janë të këqija, do të më pyet njerëz e dijes dhe përvojës se çysh me veprua. Ama këtu është një pikë më rëndësi. Me i pyet njerëz të dijes para se mu trash probleme. Para se mu trash probleme. Fillojnë problemet në ndodhë më njëherë me pyet. Ose hiç pa ndodh probleme. Ti e parashet që ka më ndodhë diçka. Në qoftë se ti udhëzosh rrugën e Allahut dhe ata janë ignorant. Ti e fal namazin dhe ata janë kundër namazit, janë xahila, janë jo besimtar, janë krishterë, janë jehud, janë mushrik, i bëjnë shirk Allahut. Dhe ti ki parasysh se çka ka më ndodhë. Me pyet para vakti se çysh u veprua, që me bë hapa të sigurt edhe hapa të drejtë, ose bë gabime. Se pastaj përmirësimi i gabimeve është shumë e madhe. E na pi përvojë dhe asaj që e shohim, dhe asaj që ka ndodhur, po edhe pi përvojë që e shohim tek muslimanët, nuk kapet për problemin për cilën ka filluar puna, muhabeti, po kapet për fjalën që e ka thënë pastaj, baba djalit ose djali babës ose nanës edhe kështu me radhë. Ama në fakt kështu mund. Ti e sill momentin e problemi, thonë mund ka thonë kështu, u ka harruar problemi. E para u ka harruar, tash fillohet me të tjera. Pra me pas kujdes, në qoftë se e ndjem që mund të pas diçka, me i pyet njerëz të dijes, dietar, xhallar, se çysh me veprua, apo çysh me përmirësua raportet tona familjare. Wa fihi fadlu ad-daf'i billati hi ahsan wa sabri 'ala al-adha wa adam muqabalati al-isa'ati bimithliha. Thot, edhe në këtë hadith për dobive kemi vlerën e largimit të këqijave me të mirë, vlerën e sabrit për të këqija që atë të shkaktojnë, dhe atë se të mundohemi mos me i kthy të këqija që atë na bojnë me të njëjtën. Pra të këqija që t'i bën dikush prej familjarëve, nuk duhet me qenë peshore me cilën ti dush me marrë xhamet. Ti dush me këshy se çka të ka urdhëruar Allahu në raport me ta, jo çka ata veprojnë ndaj teje. Ai më shajt edhe unë e kum shajt. Ai s'm foli, as unë si foli. Ai s'ma çeli telefonin, as unë si a çeli. Edhe kështu me radhë. Mos m'ia kthyve të njëjtën. Por raportin tonë me ndërtu duke bazuar në fjalën e Allahut dhe fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi talabu an-nasri wal ma'unati min Allah ta'ala. Këtu e kemi prej këshillave dhe mësimeve se duhet në vazhdimëri të kërkojmë ndihmën e Allahut subhanahu wa ta'ala për punët tona. Hadithi tjetër nga Abdurrahman ibn Aufi se ka ndëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë: "Qala Allahu azza wa jall ana ar-Rahman wa ana khalaqtu ar-Rahim wa ashtaqaqtu laha min ismi faman wasalaha wasaltuhu wa man qata'aha batattuhu." Abdurrahman ibn Auf ka ndëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë, ka thënë Allahu i lartë madhruar, unë jam i gjithëmshirshëm dhe unë kam kriju farefisnin, Ar-Rahim, wa ashtaqaqtu laha min ismi, dhe ja kam dhënë emrin për emrit tim. Ai që i mba lidhjet, i mbaj lidhjet me atë. Ai që i shkëput lidhjet, i shkëpus lidhjet me atë. Men ra'a hukukaha ra'aytuhu haqqahu wa wafaytu thawabahu. Ka shpjegim, ai i cili i realizon të drejtat dhe hakët e lidhjet farefisnore, edhe Allahu ja mba hakët e tina dhe jep shpërblim subhanahu wa taala, ai i cili shkëput lidhjet farefisnore dhe Allahu i shkëput lidhjet me ta, Allahu na ruaj. Hadithi tjetër nga Abil Anbasa thot, jam fut të Abdullah ibn Amri në një kopsh që e ka pas në Taif. Faqal, dhe ka thonë, atafa lana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam isba'ahu faqal ar-rahimu shajnatun min ar-rahmani man yasiluha yasiluhu wa man yaqta'uha yaqta'uhu laha lisanun talqun dhalqun yawm al-qiyamah. S'ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, farefisnia është dëgëzim prej të gjithëmshirshmit.
Ai I cili e mban lidhjen, Allahu e mban lidhjen me ta. Ai që e shkëput lidhjen, Allahu shkëput lidhjen me ta. Farefisnia, thot pejgamberi s.a.s, ka me pas lisanun talqun dhalqun yawm al-qiyamah. Ka me pas gjuhë talqun. Çka është talqun? Sari'un nutq. Ka me fol shpejt dhe pastër. Ka me fol shpejt edhe pastër ditën e gjykimit kur dalim para Allahut subhanahu wa taala. Lusim Allahun që Allah ta na jap kuptim të fesë, lusim Allahun që Allah të na bën timi të kujdesshëm në mbajtjen e lidhjeve farefisnore. Wa subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.